Në paralagjën Dardania në Gjakov, rruga Mark Malota dhe rruga Fitim Domi janë në një gjendje të rënduar infrastrukturore. Situata po vështirëson ndjeshëm jetën e banorëve të kësaj zone, veçanërisht gjatë ditëve merreshje. Disa prej banorëve kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e rrugëve, duke theksuar se ato paraqesin vështirësi për qarkullim dhe ndikojnë negativisht në jetën e përditshme. Jetesën për këtë zonë jemi shumë vështirë, si më dëmos me këta shira ku po na i bin çështë që s'po kem ka me kalu, s'po kem ka me dal, po na vështesohet rruga, që kja rrugë domethënë thirret Mark Malota, dete una, aja tjetra ne i thirret Fitim Domi. Na kem fëmijë të vogël, s'kem ka me dal, s'kem ka me shku. Jemi me qëto që shumë ka me lyp vota, po do të dhe me punu. Po ashtu ata kanë theksuar se janë drejtuar me kërkesë zyrtare në komunë, por ende nuk kanë marrë një përgjigje të plotë. Neve na kanë premtuar që komuna që vinë me na vizitu, për në me na ishtru që ta, po kur s'po na vjen, na kanë lënë që shto keq, ku shit kena shku bashk, jemi mbjell, kemi folë komunë, kanë thonë se vim, kur s'po na vjen. Për në jemi në komunë, jem shku 2 herë, 2 herë jem shku në komunë, e kom bo ankesën, me shkrim, e kom dërzu, te se vend si kryetarët jem konë, ka thonë si vim me këshyrë, nuk janë ardhish. Banorët kërkojnë nga institucionet ndërhyrje të menjëhershme, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e kushteve më të mira për jetesën e komunitetit të kësaj zone.